Nuk do t'i justifikoj Ramën, por një gjë e filluar keq me që erdhët. Unë do t'isha më i pamëshirshëm se Rama. Sepse këto njerëz pa asnjë lloj të drejtë ke qenë ti, kam qenë në Tiranë, kanë qenë njerëz thirr, nuk kemi shku, kemi zonë toka publike e prona private. Unë ja shem që i luj Zotin. Leti ke legalizu, leti ke bo qarde, zotëri ke hynë tokë tuj. Dhe kjo është tragedia që i ka nos shqiptarve zotëri. Sepse qeverit e para, Berisha, Mrapa, Nano, lanë të gjithë ta njerëz tynë në prona publike, sa që u bo edhe dhenë kullotëshin në kone Berishës aty për balë të Tildajtit. Ta që ti pranohat park ashtu, apo pranohat me që vite era urin gjithë parkun. Një minut, se këtu ne folëm jo Tram, pikërisht shteti fort është shteti fort. Sepse ti zotëri, folëm për qytetari. Dhe qytetaria nuk është që ti shkosh grabisësh tokat e tjera. Pse se bojnë qytetarët? Që kishën dhe pronat e veta, kemi pas dhe pronat tonë. Jam dakordun për zotëri ti ke shku dhe ky pastaj një pronë të vjedhur, një pronë të grabitur, hyrë pa drejtësisht, pa ligjshmërisht, e lën për efekt vote dhe ja pastaj ja legalizon me çdo drejtë. Me çdo drejtë. Domethënë ta shpjegoj vizionin. Jo, do ta them edhe këtë. Shteti, kolonat, 3 kolona në shteti janë sipas Hammurabit Babilonis, prona, feja, besimi dhe ligji. Pra, ti ke të drejtën elementare të pronës, zotëri. Unë tani e pash, aty ku është bërë autostrada, pse s'do ta bëjsh anë autostradë? Ti thu kanë investu, po edhe e kanë përdor 30 vjet, dhe kanë fitu. Po e ke pati është Kandahar, Kandahar është ke Asiri. Kandahar. Dhe dilshin këto, si s'do të hapshe rrugën, ai rrugat ka liru. Prit tash, do të jemi dhe i çik më se ti je sensitive, kuptojnë që është shumë sensitive. Po do ta shpjegoj, por burrat e fortë shtetit duken në vendime të forta. Atëherë. Ajo që po them unë është ti mund të bësh të njëjtën gjë. Ti shembësh të gjitha ato, ta rikthesh liçenin ku ishte. Por njëkohësisht i japësh kohë atyre të transferohen. Ky është thelbi, pra ti skep se prodhon traumë. Jo, Trump i dha të transferohen, një gjatë. Ende këto kanë anë nga rrethet. Dhe këtyre njerëzve, po të shkosh ti prekësh pronat atje që kanë ku i kanë, ndaç njukit, ndaç veri, këto të morin pushkën. No, Henry, ke prona është... Ilir, po flet me një njeri i cili është trashëgimtar i disa pronave që se kom pa kur. Pra, unë jam me origjinë nga Zallherri. Po. Dhe ti e di çka ka ndodhur në pronën në Tiranë. Po, përdim ose e di vetë. Kanë marrë, donë dhe shpinë e gjyshit se gjej mone, më kupton? Jo më të tjera, por nuk ka rëndësi. Thelbi asaj që po them unë, nuk është që këta do duhet shpërblyj pse kanë zaptu toka. U po them, ti arrin një rezultat, jepi kohë të transferohet.